Tani të mundohemi të dekriptojmë pak aktualitetin. Sot ka njoftu në grupin parlamentar PS Edi Rama që do i mbledh ditën e njëjtë edhe do diskutojnë çështjen e lejes për arrestimin ose jo të Belinda Ballukut. Po ta lexosh kronologjinë si ka vepruar Edi Rama me Samir Tahirin, me Lefter Kokën, me Alqi Pllakon, me Ben Ahmetajn, me Herjan Veliajn, pra me gjithë, i ngjan një, kështu mendoj unë, ta shohim tani, i ngjan një situate, e keni parasysh një smur që ka smundje të keqe, edhe pasi bën ato kimioterapitë ato edhe gëzohen njerëzit, thonë, doli mirë, shpëtoi, kujtun, po, vdes pastaj. Pastaj fillojnë habitën, thonë, sa u bë mirë, thotë, si ka mundësi. Pra kështu ka vepruar dhe Edi Rama me këta. Bën atë fazën e parë të kimioterapisë, sikur po i mbron e bim luftë, shan drejtësinë, sulmon e gjitha. Dhe në fund fare, nuk ja lën dora i Taulant Ballës, që dilte Taulanti me Ulsi Manjën atë ditën që pati mbledhje Këshilli i Mandateve dhe ta vendosnin ata për dhënien e lejes. Pra nuk ja le atyre se e do merit personale, sepse ka një çekan mbi kokë nga vendet europiane, kryesisht nga një vend i fuqishëm europian, që ja ka heq vizën dhe nuk bën kompromise. Nuk është nga ato vende që ky mund t'i jap copat toke e ishuj, nuk është nga ato vende që ky mund t'i jap gjadrin atje, apo nga vendet që mund t'u premtojnë se do u jap këto me koncesion ujësjellsin. Është një vend serioz, të mbështet, por kur kalon vijat e kuqe, nuk di të kthehet më mbrapsht. Edhe sipas informacioneve që kam unë, ky vend ja ka heq vizën Edi Ramës edhe Edi Rama e di shumë mirë. Tani, pse e ka zgjat kaq shumë me Belinda Ballukun? Belinda Balluku, me thënë drejtën, jo Edi Rama, siç tha Batoni, po Belinda në thonjza doli e vetmja njëri me pole aty më të parti. Pra ajo i rezistoi, e bëri të ekspozohet publikisht që është ky autori, është ky urdhëruesi i aferave korruptive, pra e detyroi Edi Ramën të dalë në sytë edhe në sytë më budallajt, të dalë që ai është dirigjuesi i çdo afere korruptive këtu. Po e them një shembull që e kam të freskët fare, më mori një person tani nga ministria kësaj, që punon në ministritë kësaj, edhe duke bë muhabet shoh dhe më tha, unë habitën, tha, si nuk e rrëzojnë këta, tha, kush më i thash, në opozita, tha, mu se ai është, kjo është e mbaruar, tha, në ministrinë tonë, tha, nuk punon më kurkush, tha. Asnjë nuk punon, kush munohet, pastrojnë letrat, pastrojnë gabimet që ka bë, të mulojnë vjedhjet, gjitha që kanë firmos në mënyrë të kundralishme, është situatë e nder komplet, tha, edhe habitën. I thash që në këtë moment vetëm opozita atë ka dorë të bëjnë protesta siç po i bën, domethënë, edhe siç e ka lajmëruar prap ditën e shtunë, që do bëjmë protestën tjetër kombëtare. Ne kemi pas sa agresiv ka qenë Rama në protestat e shkuara, por ka nevojë, është një moment ka nevojë sepse ky e ka kap aq keq sistemin, sa është, domethënë është e kotë edhe është budallik që ti bish më qafë edhe opozitës pse se rrëzon ti. Dhe ky e do një goditje të gjithanshme. Pra duhen shumë dur për ta rrëzuar në këtë moment. Dhe e para e rëndësishme që unë e them për herë, domethënë indikatori kryesor që duhet të zgjohet, siç duket se kanë filluar me u zgjuar, janë socialistët vetë. Janë njerëzit që i kanë dhënë pushtet këtij njeriu
me votën, me mbështetjen, me aktivizimin, me gjitha. Kush ka aty, ka hajdute, ka maskareje, ka nga gjitha llojet ka brenda opozitës, asaj drejtit pozitës, mazhorancës, por ka dhe njerëz ndershëm. Ka dhe njerëz që kanë ambicie aty në atë parti, ambicie të cilat ky i ka shkel. Ka shkel. Ky nuk ka pyet për merit, aty nuk është, pra në qeverinë e Ramës nuk është askush ministër se është me merit. Nuk është askush deputet se është me merit. Më thoni edhe për opozitën po deshet, edhe opozita i ka këto probleme, po flasim për mazhorancën se ajo bën dëm në këtë moment. Ajo bën dëm, ajo menaxhon buxhetin e shtetit, ajo e çon në humner Shqipërinë në rrugën drejt Europës. Harrojeni ju se futet Shqipëria, merr Shqipëria pasaport në këto kushte që është sot. Pra nuk i komunikon arteria kryesore e vendit, nuk i lidhet, që është arterie strategjike, nuk i lidhet me dy pjesë Shqipëria me njëra tjetrën. Dhe korrupsioni, ku diun gjitha me radhë, mendoni ju që ky vend mund të futet në Europë kurrë. Pra me këtë kryeministër nuk futet kurrë. Prandaj nuk është vetëm faji i opozitës që ky nuk po rrëzohet. Ja thash edhe atij mikut tim që punon me ministrinë e kësaj, pra duhet bëhen disa faktorë. Duhet piqen disa kushte se ky në parlament, po ta marrim kështu në politikisht në parlament, Edi Ramën e rrëzojnë vetëm socialistët vetë. I bëjnë mocion mosbesimi edhe e dërmojnë aty. A kanë kurajo ata? Nuk kanë kurajo, se pjesën më të madhe ai ka të kapur, pastaj pjesa tjetër e deputetëve janë këto zgjeqinerat, ju e keni pasi janë ato. Kështu që unë mendoj që ditën e mërkurë ai do jap sinjale, do përpiqet ju thot këtyre europianëve edhe amerikanëve, kryesisht këtij vendit europian që unë përmenda, që ja ku e keni ballukun në tavë. Po a jap. Pra se ky lëshon. Këtu tani unë e kam thënë edhe herë tjera, balluku nuk duhet të hajnë këtë. Nuk i zgjidhen hallet Shqipërisë, ma dëgjoni mirë, të nuk i zgjidhen hallet Shqipërisë nëse Belinda Balluku shkon në burg. Nuk i zgjidhen. I zgjidhen hallet nëse Belinda Balluku del edhe tregon. Belinda Balluku nuk mund bëhet e penduar e kësaj drejtësie që pjesën më të madhe e kontrollon Edi Rama, dhe në rastet kur godet Edi Ramën, pra siç është rasti Ballukut, e kontrollojnë ndërkombëtarët. Pra kjo s'është e pavarur, kjo lloj drejtësie. Unë për këtë lloj drejtësie kam qenë kundër gjithkohon, por kjo është fakt, unë nuk kam çaj bëj kësaj. Por drejtësi nuk kemi ne. Drejtësinë tonë ose e kontrollon Edi Rama, ose e kontrollojnë ndërkombëtarët. Në të dyja rastet, kjo është një drejtësi e poshtër, është një drejtësi e keqe që nuk i duhet një vendi. Më pak e dëmshme kur e kontrollojnë ndërkombëtarët, më shumë kur e kontrollon Edi Rama, sigurisht. Por që kam përshtypjen, dyshoj shumë që ditën e njëjtë ai mund t'ja bëjnë golin Belindës. Qofse ajo rri edhe e beson akoma që ky do i dalë në mbrojtje, ku diun këtë ne bë gabim. Më mirë të kryejnë punë vetë Belinda, t'ju thot shqiptarëve çfarë i ka bë ky, edhe shqiptarët pastaj ta zgjedhin vetë. Ta zgjedhin vetë ka forma ndryshme se si ikën ky pastaj. Po e shohin shqiptarët, e shohin ndërkombëtarët çfarë organizate mafioze e ka drejtuar Shqipërinë nga 2013 deri tani. Tani e gjithë kjo piramida, pra Shqipëria qeveriset nga një sistem piramidal. Pra është Edi Rama, këtu është një gur që i lidh gjithë to gurët poshtë. Hiq sa dush gur këtej anash, nuk bi piramida. Piramida do t'i heqësh kokën, atë gurin e kreut sipër dhe pastaj shkërmoqet e gjitha ajo. Dhe ai guri i kokës kësaj piramide mafioze është Edi Rama. To presim, ta shohim. Unë nuk po them, nuk po flas me siguri, por që do e heq apo jo mandatin, 90% e njerëzve në Shqipëri thonë që nuk do e heq. Unë kam besimin që ai nuk do ta mbajnë, do bëjnë tentativë që ta vënë gjumë dhe t'ja bëjnë siç ja bëni Erion Velia, të rrasin mrena, dhe tani ja sot e pati atë që çoi vuri në dispozicion para Erion Velia që dilte në arrest shtëpie, nuk e la. Këtë gjë nuk do ta hajnë Belinda, se ka bashkëpunuar vetë me Ramën për t'ia bërë Erionit këtë punë. Kështu që është thjesht e qartë kjo situatë se ç'a duhet bëj.
Do ta shohim se si do shkojnë ngjarjet, po një gjë është e sigurt. Pyesni dhe vetë. Unë këto që them këtu, them vetëm gjëra të vërteta, mund të jenë të vërteta që nuk i pëlqejnë shumë njerëzve ose nuk i pëlqejnë dikujt, po unë po i them atyre që si u pëlqejnë. Shkoni ose flisni me njerëzit tuaj që keni me socialistët. Se kur kritikoj unë, që kritikoj në Facebook që bëj ato video tash unë nuk shaj kur socialistët. Socialistët janë njerëz të ndershëm, janë shqiptar, ka prej tyre që janë patriot. Ata janë kap në kurth. Janë kap në kurth nga ky mafioz dhe nga kjo strukturë mafioze që mbështet këtë. Se ju e shihni e vetmja shpresë se Edi Rama sot është Bibi Netanyahu, i korruptuar si ky, po ajo është edhe gjakatar atje se ka bën namin në Palestinë. Është detyruar Trumpi 2 herë me i thënë presidentit të Izraelit që fale dhe nuk e ka fal akoma. Ky pret se ashtu e ka ky me lobingje, me dosje, e di që do ta shpëtojnë izraelitët, nëse do ta shohim atë, po nuk ka asnjë socialist, deputet, antar kryesie, antar të asaj asamblesë kombëtare. Pyetini vetë, se unë s'du t'i përmend me emra tani, se s'du t'i prish punë kujt. Po nuk ka asnjë socialist që të mos thotë se Edi Rama këto ditë është në ditët e tij më të vështira politike që nga 2013 e këtej. Dhe flasin për një Edi Ram që ka 83 mandate në parlament. Për këtë Edi Ram thonë është në ditët e tij më të këqija dhe është në skripin e tij më të madh politik që ka qenë ndonjëherë. Pyesni, edhe pastaj hajde komentoni këtu sa doni, po jo të komentoni para kohë kështu se nuk ju çon kërkun kjo se. Unë kur e shoh që është komenti ordiner fare do t'u afshi, kur e shoh që është komenti mendim ndryshe, aty e keni, nuk u afshi edhe kështu.